Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum motra, mirë se erdhët në ligjëratën e 61 në Sira. Sot do të fillojmë një ngjarje. Kur po them do të fillojmë është sepse disa ligjërata do t'i kemi me këtë ngjarje, e cila është domethënë një ngjarje shumë e madhe, një ngjarje shumë interesante me shumë mësime dhe në një farë mënyrë është ai momenti kur ndrohet situata për të mirë në anën e muslimanëve, edhe pse ajo çka ndodh, çka domethënë bëhet me këtë marrëveshje në fillim, duket se është diçka shumë e padrejtë për muslimanët, por me të vërtetë Allahu në disa gjëra që nuk i presim fare na jep mira, na jep mirësi, ashtu dhe siç na thot në Kur'an mund t'ju duket juve një gjë e dëmshme, është në dobinë tuaj. Domethënë kjo është një nga mësimet më domethënëse dhe më interesante në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është ngjarja e cila vjen para pushtimit të Mekës. Domethënë ngjarja tjetër, me njëherë pas kësaj, është se Allahu do t'ja jep fitoren muslimanëve dhe do të kthehen si çlirimtar në Mekë dhe do të nështrohet Meka pa luftë, domethënë do t'ju jep Allahu një gjë shumë të madhe. Në surën Feth, fitoria pra që është domethënë e kemi në Kur'an, ku Allah thot me të vërtetë ty të kemi dhënë një fitore të qartë. Disa komentojnë se kjo është ajo fitoria e çlirimit të Mekës, mirëpo në fakt kjo është domethënë ky ajet kuranor ka zbritur tu kur është bërë marrëveshja e Hudejbijës, pra Allahu me këtë marrëveshje i ka dhënë domethënë mirësi shumë të mëdha muslimanëve. Pse është e rëndësishme kjo ngjarje në kohën tonë? Me ju thënë domethënë të drejtën, është veçanërisht i rëndësishëm për muslimanët që jetojnë në vende jo islame, pra ku kanë të bëjnë me njerëz të cilët nuk janë musliman, pra me jetën në Evropë apo në Perëndim. Ka një rëndësi të theksuar për ne, dhe ta shohim pse. Me pak fjalë, marrëveshja e Hudejbijës tregon se ndonjëherë aleancat, marrëveshjet politike që kemi me të tjerët na detyrojnë ta lejojmë, domethënë t'i lejojmë disa gjëra të cilat ndoshta janë padrejtësi ndaj neve. Mirëpo në raste të tilla ndoshta s'kemi çfarë me bë, po duhet të drejtohemi Allahut për ndihmë. Dhe kjo ngjarje tregon se ndonjëherë ne kemi vetëm mundësi të bëjmë dua kundër atyre që janë të padrejtë, që janë shtyps. Mirëpo shpesh Allahu subhanahu wa taala në durimin e besimtarëve e çon edhe mirësinë nga ata, domethënë të cilat nuk i kanë pritur fare. Kështu që e shohim këtu se Kurejshët do t'i sulmojnë muslimanët, dhe pejgamberi alayhis salam e bën domethënë marrëveshjen e cila është krejtësisht e padrejtë, domethënë është shumë në favor të Kurejshëve dhe më shumë në dëm të muslimanëve. Mirëpo këtë gjë e bën pejgamberi alayhis salam, e sakrifikon për të mirën e shumë njerëzve, që mos të bëhet luftë, dhe e shohim pastaj domethënë si Allahu jep mirësi në këtë çështje. Gjëja e parë, domethënë lidhur me këtë marrëveshjen e Hudejbijës, është se kemi një, domethënë një mos me thënë mosmarrveshje, po kemi mendime të ndryshme se disa e kanë quajtur gazwa, pra betejë,
ndërsa të tjerët marrëveshje pra të Hudejbijes. Dhe çështja është domethënë se ata që e kanë quajtur Gazwa është betejë sepse për shumë pak gati sa s'plasi, domethënë lufta dhe të bëhet domethënë një gjakderdhje e madhe, prandaj edhe e kanë quajtur Gazwa. Ndërsa mendimi tjetër domethënë që është më i njohur, më popullor, që është marrëveshja e Hudejbijes, sepse në të vërtetë këtu do të bëhet një marrëveshje mes muslimanëve dhe jo muslimanëve, pra do ta nënshkruajnë një marrëveshje. Shkaqet e ngjarjes, çka e shtyu pejgamberin alayhis salam që të niset për në Mekë. Kjo ka ndodhur diku gjatë vitit të 6 të Hijretit, kur pejgamberi alayhis salam sheh një ëndër, në të cilën e sheh veten duke bërë tawaf rreth Ka'bës, duke qenë në ihram, duke ruar kokën, domethënë e pa veten duke bërë gjitha rritet e umrës. Dhe këtë e interpretoi si një urdhër të Allahut që të shkonte në Mekë për të bërë umrë. Sepse ëndrat e pejgamberëve janë ëndra të vërteta. Vërtet, domethënë Allahu e përbushi ëndrën e të dërguarit të tij, ju me siguri do të hyni në Mesjidul Haram nëse do Allahu të sigurt me kokat e ruara dhe flokët e shkurtuara, pa pasur frikë nga askush. Ai e dinte atë që ju nuk e dini dhe përveç kësaj ju dha një fitore të afërt. Domethënë një ajet kuranor që edhe Allahu subhanahu wa taala ju jep si harreq muslimanëve, domethënë që do të kenë një fitore. Dhe më vonë kur e shohim se që këtë vit nuk shkojnë, pejgamberi alayhis salam e sheh këtë ëndër, mirë po nuk do të realizohet që të hyjnë në Mekë, sepse krejt shkojnë me ihram, kur i thojnë sahabët se pse i dërguari i Allahut, thotë Allahu ma ka vërtetuar këtë gjë, unë e kam pa ëndrrën, po kjo nuk do të thotë që do të hyjmë këtë vit në Mekë. Pra Allah me ursinë e vet e din se kur është më hajër që domethënë që të hyjnë në Mekë. Kështu që është një prej ngjarjeve domethënë që ka shumë mësime në to. Sipas transmetimeve, kanë dalur nga Medina me një dhulkade, domethënë të muajit dhulkade të vitit të 6 të Hijretit. Pse muaji dhulkade? Disa herë motra gjatë sirës kemi shpjeguar se si janë disa rregulla lidhur me muajt e shenjtë. Pra kami thënë që në muajt e shenjtë është ndaluar lufta, domethënë nuk lejohet që të bëhet luftë, prandaj edhe pejgamberi alayhis salam e zgjodhi këtë muajin që ishte muaj i shenjtë, në mënyrë që të kuptojnë edhe sahabët që nuk është, domethënë nuk është koha për, që të kuptojnë edhe kurejshët që nuk është koha për luftë. Në këtë kohë, kur pejgamberi alayhis salam i thiri të gjithë që t'i bashkangjiten edhe të shkojnë së bashku me të kryejnë umrën, pra banorët e Medinës edhe të fshatrave përreth, pra beduenët që ishin përreth, ndodhi diçka që disa prej tyre mbetën dhe u arsyetuan, nuk deshten, domethënë nuk pranuan të shkojnë me pejgamberin alayhis salam, dhe ata i thanë u arsyetuan ai dërguari i Allahut, s'muj me lënë. Disa kanë arsye që nuk e kanë pasurinë sa duhet, disa që familjet nuk mund t'i lëjnë, i kanë disa punë, e tjera. Dhe pejgamberi alayhis salam, domethënë i la me këtë arsyetim që e dhanë, mirë po subhanallahu, Allahu ja u qet në shesh. Tek është në surën Fath,
që flet shumë për këtë ngjarje, këtë jetën e tyre dhe ato mendimet e brendshme që i kishin, ndjenjat e brendshme që i kishin dhe arsyen pse nuk shkuan. Thot Allah në Kur'an, ata beduin që mbetën pas, nuk erdhën me ty, do të thonë, neve na penguan pasuritë tona dhe familjet tona, andaj ti kërko falje për ne. Ata flasin me gjuhët e veta atë që nuk e ka në zemrat e tyre. Thuaj, kush mund ta pengoj dëshirën e Allahut nëse ai dëshiron t'ju përfshi juve ndonjë dëm, ose nëse ai dëshiron t'ju gjejë ndonjë e mirë, pra një mësim për neve që punët e mira nuk duhet me i ndalu prej asnjë frike, sepse domethënë ajo që ka po brengosësh ti që mundet më të dëmtu, se nuk do t'jesh prezent në shtëpinë tënde, mund të ndodh edhe kur je ti prezent. Pa siç thot Allahu. Jo, por Allahu hollësisht di për atë që punon ju. Pra, ky ajet kuranor po tregon që se si janë arsyetuar. Pra, na penguan pasuritë tona dhe familjet tona, andaj ti kërko falje për ne. Ndërsa Allahu po e dëshmon se atë që ka po thonë me gjuhën e vete nuk e kanë atë në zemër. Dhe ajeti tjetër i surës Fet, pra ajeti 12 e tregon këtë gjë se çfarë kishin ata brenda, çfarë mendime kishin. Po ju menduat se i dërguari dhe besimtarët kur nuk do të kthehen te familjet e veta. Dhe kjo bindje në zemrat tuaja u duket e mirë dhe patët mendim të keq. Ju ishit popull i shkatruar. Po subhanallah, Allahu i zbuloi ata në Kur'an. Dhe në librat e tefsirit raportohet se beduenat thanë, ky njeri dëshiron që ne të shkojmë tek ai popull që erdhi këtu për të na vrarë. Pra sa po e kishin kaluar luftën e ndekut. Sigurisht që kjo nuk do të ndodhë. Ne nuk do të shkojmë drejt vdekjes tonë. Hajde po i japim ndonjë justifikim të atij dhe s'po shkojmë hiç me të. Pra, subhanallah, justifikimi dhe frika e tyre i penguan ata që të ngriheshin në nivelin më të lartë të sahabëve. Çfarë po dua të them me këtë? Sepse do të shohim nga ngjarja se do të jenë këtu disa gjëra të bukura që do të ndodhin, domethënë për muslimanët që tek Allahu do të kenë shumë shumë vlerë. Kemi thënë te lufta e Bedrit se si Gjibrili i ka thënë pejgamberit alayhis salam, melekët që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit e ne janë në rangun më të lartë dhe njëjtë edhe sahabët të cilët pra ka disa hadithe që tregojnë për gjë që më të mirët prej sahabëve janë ata që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Pastaj, sipas dietarëve, domethënë sipas haditheve, sipas transmetimit, janë ata që kanë qenë në Hudejbije. Pra, pas ka rank edhe në mesin e sahabëve. Dhe ata të cilët do t'ja japin besën pejgamberit alayhis salam në një moment gjatë kësaj ngjarje janë domethënë në një gradë shumë të lartë që do t'i lavdërojë edhe Allahu në Kur'an. Dhe prandaj po themi me këtë, këta kanë menduar që ne ju arsyetuam atij, ai pejgamberi alayhis salam domethënë ra viktime këtyre arsyetimeve na besoj, shkoj e ne si jemi budallej me shku atje me luftu e me na vra ata. Po këta në fakt janë ata budallejnë sepse me këtë që ja kanë ndalu vetës me shku atje për me nejtë në komoditet nga dembelizmi e tjerë, faktikisht ja kanë ndalu vetës një të mirë të madhe. Një mundësi shumë, shumë të madhe ata pra do të ngelin pa shpërblim. Falni. Sa muslimanë ishin që u larguan nga Medina për në umre. Sipas transmetimeve, 1400 besimtar u nisën me pejgamberin alayhis salam për umre. Dhe nëse pak analizojmë e shohim se si
muslimanët po rritën, dhe me thënë radhët e muslimanëve po rritën vazhdimisht. Në Bedër, sa ishin në Bedër? Ju kujtohet, ishin pra 300. Në Uhud ishin 700 bura. Unë isë 1000 për 300 munafik që i lanë rrugës, dhe më tha ishin 700. Në Hendek ishin 1000 dhe tani 1400 për shkojnë në umë. Kjo të regon qartë se tani muslimanët, më thanë, numërohen me mira, pra janë vazhdimisht në rritje. A ishin muslimanët të armatosur për betejë. Këtu librat e sirës ndryshojnë, duket se ka dy mendime, sepse ka transmetime që thonë se ishin të armatosur dhe ka transmetime që thonë se nuk ishin të armatosur. Dhe dietarët e mëdhashmet për të, domethënë, duke i mbledhur gjitha argumentet, vinë në përfundim se këta me që ishin në ihram, nuk i kishin armët me vete, domethënë nuk i bartnin në ato momente sa ishin me ihram, por që i kishin marrur për çdo rast armët e tyre, domethënë, dhe i kishin, domethënë, ishin disa deve që i bartnin armët, ndërsa ata vetë nuk i kishin të varura në qafën e tyre ose bel ose dikun, domethënë për shkak se ishin me ihram. Por armët ishin diku në karavan. Dhe kjo ka kuptim sepse pejgamberi alayhis salam nuk do të ecte kur verbresht, domethënë tërësisht një besu kurreshve dhe me shku atje pa armë me vete. Si rregull, ish dasht me qenë i sigurt. Pse? Sepse në muajt e shenjtë, kushdo që shkonte në umre, kushdo që shkonte edhe në haxh, ishte i sigurt, sepse kjo kishte mbetur nga feja e drejtë e Ibrahimit alayhis salam dhe nuk ndodhte domethënë që të kishte rrezik. Mirë po, duhet ju besohet kurreshve që i kishin bë gjithë këto të këqija pejgamberit alayhis salam, me siguri se pejgamberi alayhis salam i ka marrë të gjitha masat, prandaj edhe janë këto transmetime dhe kjo ndërlidhje që i kanë pasur armët me vete, se më vonë shohim që i kanë pasur armët e vete, sepse në një moment kanë gatishmëri edhe të luftojnë me ta. Por që kur vishën në ihram nuk është në rregull, domethënë të bartet arma me vete. Sa i përket muajve të shenjtë, arabët e kishin një zakon të keq, sepse i ndronin ata sipas interesit. Për shembull, kishin ndonjë interes, domethënë të bënin një luftë në atë kohë, thonin jo, nuk është Dhulkade tani, pas një muji i hin, tani është muji tjetër, domethënë i bën aq lëmsh sa që për një moment domethënë ishin krejtësisht të ngatruar. Siç thotë edhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, vërtet numri i muajve të caktuar nga Allahu është 12, në librin e Allahut që nga dita kur ai krijoi qiellin dhe tokën, nga të cilët 4 janë të shenjtë. Kjo është rruga e drejtë. Pra mos i bëni padrejti njëri tjetrit gjatë këtyre muajve. Pra Allahu i lartësuar na vërteton këtë, se prej që është kriju toka, Allah i ka bërë 12 muaj dhe 4 prej tyre i ka bërë të shenjtë. Mirë po, për shkak se këta i kanë ndryshu, pejgamberi alayhis salam në një transmetim, në një vit, ka thënë, në këtë vit muajt janë rikthyer në rendin e tyre origjinal, por ashtu si Allahu i ka krijuar kur e ka kriju qiellin dhe tokën. Kështu që le të mos ketë më ndrime. E kështu që nga i vit muajt janë vendosur, domethënë me shumë këmbgulje,
Ashtu siç ka dashur domethënë Allah subhanahu wa taala, ashtu pejgamberi alayhis salam ju ka thënë njerëzve dhe nuk i ka ndryshuar më në këtë mënyrë. Katër muajt e shenjtë janë e dini Dhulkade, Dhulhigje, Muharrem dhe Rexhep. Dhe prandaj që thamë më herët se pejgamberi alayhis salam rrinte në gjendje gatishmërie dhe nuk doli nga Medina derisa erdhi muaji Dhulkade. Pra ta parë që në një farë mënyre kur u nis prej Medinës, ky ishte një farë mesazhi tek kurejshët që po nisem në paqë, po nisem në luftë, në muajt kur Allahu e ka ndalu luftën. Dhe këtë gjë ata e kishin të trashëguar prej fesë së drejtë të Ibrahimit alayhis salam, edhe pse ishin idhujtar, këtë gjë, respektimin e muajve të shenjtë, e merrnin me të vërtetë si të shenjtë. Pra ka disa transmetime lidhur me këtë gjë, siç është një transmetim i Ibn Abasi kur thot në muajt e shenjtë ndodhte që njeriu të shihte vrasësin e babait të vet duke bërë tavaf dhe nuk i bënte asgjë. Në që në atë kohë ka qenë diçka e tmeshme me pati vrasin e babait tënd e mos mu hakmir, mos me vra atë. Pra, si rregull ish dashur që kurejshët t'i lejojnë, sepse i kanë leju të gjithë, por është puna me vizitu domethënë Çabën dhe me kry umrën apo haxhin, i kanë leju ta marrë parasysh a i kanë armiq apo jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur niset pra prej Medinës, arrin në mikatin e Medinës. Ka është mikati është vendi, domethënë ka rreth e rreth Mekës, ku domethënë vendet ku hyn haxhinjt, ata që kanë qenë në umre e dinë këtë gjë, quhen mikate, domethënë vende ku prej atyje ti duhet ta veshësh me ihramin, edhe të fillosh të thuash lebejk Allahume lebejk, dhe mikati prej Medinës në Mekë, domethënë është i mikati i Dhul Hulejfes, ashtu quhet. Dhe kur pejgamberi alayhis salam arrin aty, i fal 2 rekate dhe e vesh ihramin e tij. Dhe kështu bëjnë domethënë të gjithë sahabët. Gjithashtu kurbanët, të cilët i kishte bërë niyet, pra 70 deve i kishte bërë niyet që ti thirr për hir të Allahut, domethënë ti bëj kurban, i shënjoj këto, domethënë e kishin një mënyrë se si i vënin diçka, i lidhnin diçka atyre kafshëve, të cilat që ishin të domethënë përgatitura për të bërë kurban. Dhe dihet prej vendit të mikatit, dihej se këto kafsh do të prehen, domethënë për hir të Allahut në Mekë. Ky është një sunet domethënë që ka qenë prej kohës pejgamberit alayhis salam dhe i zhdasht me vepru, mirë po tani po shkojnë gjërat ndryshe në mënyrë të organizuar, shumë porosit bëhen nuk e sheh ti fare atë kurbanin tënd e tjera, kohrat kanë ndryshuar lidhur me këtë çështje. Dhe kështu që kjo puna që pejgamberi alayhis salam i bën gati 70 deve, na tregon domethënë që pejgamberi alayhis salam gjithmonë ka pasur qef këto punë, veprat e mira që janë për hir të Allahut të bëhen në numër më të madh. Domethënë më shumë se sa që është ajo normalja apo mesatare. Në ndërkohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çon një njeri që të shkojë dhe të sheh se çfarë po ndodh në Mekë. Mos ata po ndërmarrin ndonjë hap, mos ata po
shfaqet ndonjë armiqësie dhe po bëhen gati të luftojnë. Pra si gjithmonë që kemi shpjeguar në sira që pejgamberi alayhis salam gjithmonë ka pasur për çdo gjë strategji. Dhe e dërgon Busër ibn Sufjanin El Huzain, i cili ishte as nuk ishte prej ensarve as prej muhaxhirëve. Pra ishte prej një fisit tjetër, fisit Huzai, që ky ishte musliman, po jo që fisi i tij e kishte pranuar komplet Islamin. Pra, strategjia këtu që një njeri neutral të shkoj, as mos tjetë prej muhaxhirëve që ta njohin ata, dhe as mos tjetë prej medinasve që mundet dikush me dy. Kështu që Busra shkon në mënyrë që të merr informata dhe do ta shohim se më vonë sjell informata pejgamberit alayhis salam. Në këtë rast, kur është nis pejgamberi alayhis salam prej Medinës në Mekë për të bërë umrën, është ka dalë domethënë pa bërë asnjë manovrim për ta habitur armikun, që zakonisht e ka bërë këtë gjë. Pra kemi shpjeguar gjatë sirës disa herë. Nëse është nis për shembull kur është nis ta bëj hijretin, një herë është nisur ka ana krejt e kundërt e Medinës në shpellën thellë, e mandej është kthy ka Medina. Apo raste tjera, domethënë niset ka veriu i Medinës, pastaj kthehet ka jugu në rastin e luftës së Bedrit e tjera, por në këtë rast domethënë ishte shumë i drejtë për drejtë, sepse niyeti i tij ishte që mos të bëhet luftë, po të shkojë në umre. Pra është një tjetër indikues që është nisur haptazi për umre. Një gjë interesante është se pejgamberi alayhis salam në këtë rast domethënë i dërgonte edhe disa prej sahabëve për shembull që të shkojnë nga 10 vet, 5 vet, majtas djathtas se të shohin mos ka ndonjë sulm, mos ka ardhur dikush, mos domethënë ndonjë prej fiseve që ishin aty po përgatiten të sulmojnë. Dhe kjo që do ta shpjegojmë tani nuk është që ka pasur ndonjë gjë, ndonjë sulm apo ndonjë gjë, po shpjegohet zakonisht si një gjë që mirret pastaj prej kësaj si një rregull e fikut. Pra e gjejmë në librat e fikut. Pra një grup i tillësh, një mini ekspedit, pra largohen pak prej pejgamberit alayhis salam, me që ai ju thotë domethënë të shkojnë deri një vend dhe të shohin sa është dikush duke i sulmuar, dhe duke u kthyer ata e shohin një grup, një tufë të zebra, domethënë apo gazele si themi. Dhe me këtë grup të domethënë besimtarëve që ishin në ihram, ishte edhe dikush që nuk ishte në ihram. Ishte Ibn Khattab, që domethënë nuk përmendet kërkun në librat e sirës pse ky nuk ishte në ihram. Vetëm se cekët që nuk ishte, pra nuk ishte, nuk nuk donte ta bënte umrën, kishte diçka tjetër, Allahu alem për çka, mirë po ky nuk ishte domethënë në ihram. Dhe kur e sheh ky, domethënë këtë tufën e zebrave, para tij e shohin sahabët e tjerë. Dhe ata nuk veprojnë asgjë, domethënë sepse e dinë që në ihram gjyëtia është e ndaluar. Pra kur je në ihram nuk mund të mirësh edhe me gjyëti sepse je domethënë në atë gjendjen e haxhit apo umrës që nuk lejohet të bësh shumë gjëra të cilat zakonisht lejohen. Pra është vend i shenjtë, është koha e shenjtë, është domethënë krejt sjelljet e gjëra të tjera duhet të bëhen sipas rregullave, pra nuk lejohen disa gjëra të cilat zakonisht lejohen. Dhe ata
nuk bëjnë asgjë, domethënë për të treguar që janë zebrat atje, as nuk ja japin kur e bukatade, ky domethënë i bën katade kur e sheh se i kanë ardhur zebrat dhe dëshiron t'i gjujë ata dhe i thot njërit prej tyre thot ma jep ma afro shpejt atë shigjetën time, ky nuk ja jep. Sabiu, domethënë sepse e kishte frikë Allahun që po e ndihmon gjyhetin e ai është në ihram dhe nuk i lejohet kjo gjë. Mirë po ai megjithatë arrin shkon deri aty, domethënë e merr e gjun zebrën dhe e zën një zebër. Dhe pastaj e përgatit atë mishin e saj, domethënë dhe këta sahabët që ishin me atë asnjëri prej tyre nuk ngrejnë. Kështu që këtu janë disa gjëra që pse po e përmendim këtë ngjarje. E para është që a i lejohet një njeriu që nuk është në ihram, nëse është me ata tjerë që janë në ihram, që ai të bëj gjyeti, kur zakonisht ata nuk bëjnë, a lejohet ata që janë në ihram të hajnë prej mishit që ka, domethënë e ka zënë apo me anë të gjyetisë dikush që s'ka qenë në ihram, dhe a lejohet mishi i zebrës, i gazelës. Dhe kjo është domethënë gjë prej gjërave interesante sepse kur e përkthejmë prej gjuhës arabe, fjalë për fjalë, i del gomari i egër. Mirë po, nuk është fjala domethënë për gomar të egër, po është fjala për zebra. Dhe është interesant se gomari, si kafshë shtëpiake që është, mishi i tij është i ndaluar në islam, ndërsa mishi i zebrës është i lejuar. Po një gjë që ndoshta pak njerëz e dinë këtë gjë, po është e lejuar. Dhe kur sahabët shkojnë te pejgamberi alayhis salam kur kthehen, i tregojnë se çfarë ju ka ndodhur atyre. Dhe kur pejgamberi alayhis salam i dëgjon dhe ju thot atyre që me që e ka zënë katade, që nuk është në ihram, ai e ka përgatit krejt, thot jo, a ja keni bë me dija ati që ja ku janë zebrat. Dhe ata e thonë jo i dërguari i Allahut. Thot pastaj, po a ja e keni ndihmu t'ja jepni shigjetën apo diçka, domethënë që t'ja leçoni këtë gjyeti. Dhe ata i thonë jo i dërguari i Allahut, domethënë asgjë nuk i ka ndihmu. Atëherë thot pejgamberi alayhis salam ju ka leju juve. Keni mujt domethënë me hëngër mishin me që nuk keni qenë kontribus në këtë domethënë gjyeti, se keni lakmu këtë gjyeti, po ju ka ardhur diçka e përgatitur nga dikush që nuk është në ihram. Pra kjo ka shumë rëndësi. Ndërsa mësimi më i madh është to devotshmëria e sahabëve, sepse ne në këtë kohë kemi krejt të gatshme në tryezë, ushqimet, edhe numre në haqë ku shkon as që mendon, domethënë për këtë çështje se i vje gatshme në hotel ose kudo që është, ndërsa kjo gjë nuk ka qenë kështu në kohët më të hershme. Domethënë është qenë problem marrë deri te ushqimi. Dhe paramendoni domethënë durimin e sahabëve që janë në udhtim, kanë udhëtuar disa ditë me siguri s'kan pasur mish gjatë kësaj kohe dhe po i vjen shansa për mish dhe prap se prap po ja ndalojnë këtë gjë vetit nga devotshmëria e tyre për mos me thy asnjë rregull të vogël as të madhe dhe që ta bëjnë umrën ashtu siç Allahu është i kënaqur. Pra këto janë disa domethënë disa gjëra që i mësojmë prej kësaj ngjarje. Po mësimi më i madh është kujdesi i sahabëve ndaj rënies në haram. Kur arritën në një vend që quhej Asfan,
Pejgamberi alayhis salam atë personin që që kishte qu Busr el Huzain për të parë se çfarë po bëjnë Kurajshet, ai person erdhi te pejgamberi alayhis salam dhe i tregon se Kurajshet janë armatos, e kanë vu në krye si komandant Halid ibn Velidin, janë vesh krejt për luftë, domethënë janë bërë gati dhe e kanë bllokuar rrugën. Domethënë janë bë gati që mos mi lënë muslimanët me hy në Mekë. Bile, thot ky sahabiu, thot ata i kanë marrë me vete edhe gratë e tyre dhe fëmijët e tyre. Çka nuk kupton kjo? E kemi cekur atje te lufta e Uhudit, kur i marrin edhe gratë edhe fëmijët, është një farë përkushtimi tepër i madh, ja do të dalim me fitore, se i kemi edhe këtu edhe gratë edhe fëmijët, ja do t'i humbim krejt. Më thënë është një farë zelli i madh për me luftu, kur i merr edhe gratë në luftë. Dhe gjithashtu i tregon se Halid ibn Velidi e ka bë kampin e vet në një vend përpara Mekës aty ku Mejn, që është një farë fushe jashtë Mekës, në mënyrë që mos t'i lej ata që të hyjnë. Dhe kjo gjë e mërzit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E mërzit për atë që çka kanë këta njerëz, pse kaq shumë na luftojnë këta njerëz, që janë njerëz tonë, që janë parafisi jonë. Dhe thot mirë Kurejshët, ata janë konsumuar nga lufta. Do thënë në njërin anë janë të lodhur, të harxhuar prej luftës. Pra lufta e Bedrit, lufta e Uhudit, lufta e Hendekut, një muj ditë, humbën shumë, kur u kthyn prej atje i kapi një epidemi, kishin shumë shtërsi, kishin vit të thatë, nuk kishin çfarë të hajnë, pra janë lodh shumë prej këtyre gjërave, megjithatë ai nati, mlefi, urrejtja e tyre e pa kuptueshme, ka gjithë ky mllef. Çfarë ju ka bërë pejgamberi alayhis salam, ha? Domethënë në këtë rast kështu po e shfaq pejgamberi alayhis salam që pse po e bëjnë këtë gjë. Dhe thotë çka humbin ata nëse më lejnë të isha. Domethënë nëse më lejnë mu me vazhdu me misionin tem. Çka humbin? Më lemni mu të mirë me arabët tjerë. Nëse tjerë sulmojnë edhe më fitojnë mujin mu, atëhere ju kënaqeni se e merrni rezultatin që e doni, që mos me ekzistu, domethënë. Po nëse unë fitoj, prap ju vjen krenaria që dikush ju i ka fitu një gjë të tillë. Pra, këtu po thot pejgamberi alayhis salam pse këta bile që janë familjar fes dhe farefis joni, nuk po rin anash e me lën me pa se çka bëhet me islam dhe çka bëhet me pejgamberin alayhis salam. Me qenë të mençur ashtu e lëjnë, edhe nëse humbin, bile të paktën ata s'kan qenë të përfshim. Dhe kënaqen me ato se po kanë qef na me humb. Po nëse fitojmë, prap janë mirë sepse veten nuk e kanë ballafaqu me neve si farefis, po në anën tjetër mujnë me pas edhe ata fitim edhe krenari se jena fisi i tyre. Pra ishte një moment zhgënjimi i pejgamberit alayhis salam qysh po mujnë edhe në këtë rast kur është nisur për umre, ata të lodhur, të raskapitur prej luftave të mëhershme, me varfri, me krejt, mos me i lën muslimanët që të vinë në Mekë, po të mobilizohen edhe tashmë, do të thënë mos i lënë pa luftë. Pra ishte një mërzi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se po ndodh kjo gjë. Pastaj pejgamberi alayhis salam thotë sepse për Allah, pasha Allah betohet në
Allahu subhanahu wa taala. Unë do të vazhdoj të luftoj me ato që më ka dërguar Allahu derisa ai të ma jep fitoren ose kjo qafe imja të pritet. Pra nga këto dy fjali të pejgamberit alayhis salam, po shihet se sa e ka goditur kjo gjë që edhe tash kur po shkon në mënyrë paqësore për umre, ata po dalin edhe po bëhen gati që ta luftojnë. Dhe domethënë tu ndihet ai ankthi dhe dhimbja e pejgamberit alayhis salam. Pse populli im më urren kaq shumë. Kjo na tregon qartë se çka ka në zemrën e tij. Se pejgamberi alayhis salam nuk i donte luftat me popullin e tij. Se i donte njerëzit e tij shumë. Pra, ai po thot pse po ma bëjnë kët, është fitore për të dyja palët nëse më lënë të qetë, edhe humbje për të dyja palët nëse më luftojnë. Kështu që me këtë domethënë po shihet se sa keq e priti këtë gjë. Mirë po në anën tjetër, pikërisht kjo sjellje kaq e keqe bën pejgamberin alayhis salam edhe më këmbgul që të vazhdoj me misionin e tij që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala derisa të triumfoj kjo fe ose qafa ime të pritet, siç thotë pejgamberi alayhis salam, ose të vdesën. Dhe pejgamberi alayhis salam e jep një propozim këtu që të fillojmë prej fiseve të tjera që ishin pra që kishin bashkëpunu, që i kishin dhënë ushtar tyre të Mekës, që fillimisht të fillojnë me sulmin ndaj tyre. Mirë po, megjithatë pejgamberi alayhis salam, si gjithmonë që kemi sqaruar, i mbledh sahabët që të konsultohet me ta. Atëhere Ebu Bekri ngritet dhe i thot: O i dërguari i Allahut, ti dole nga shtëpia jote vetëm duke pas për qëllim shtëpinë e Allahut. Thënë qabe. Ti nuk do e luft, nuk do e betej. Pra, ma mirë, po shkojmë aty ku kishim ndërmend fillimisht, edhe i luftojmë vetëm nëse ata na luftojnë. Pra, ky ishte mendimi i Ebu Bekrit. Dhe pejgamberit alayhis salam i pëlqej ky mendim dhe tha, le të dalim pra në emër të Allahut. Domethënë çka nuk kupton kjo, që këtë rrugë që ata e kanë bllokuar, mos të shkojnë ka kjo rrugë, po të mundohen të hyjnë në Mekë në paqe nga një rrugë tjetër. Dhe e ndryshojnë rrugën me ndihmën e një Ciceroni, pra pejgamberi alayhis salam thotë kush do të na udhëheq dika që e din një rrugë tjetër, domethënë që mos të takohem me ekspeditën e Halid ibn Velidit. Dhe domethënë lajmërohet një vullnetar dhe ju tregon këtë rrugën e pazakontë, këtë rrugën që do të jetë një rrugë më e vështirë, por që si me thënë rreth rrotë do të shkojnë, por që nuk do të pasen me kampin e Halid ibn Velidit dhe do të mundohen me hy në paqë në qytet. Dhe kjo rrugë ishte një luginë me shumë gjemba dhe me shkëmbim vullkanik. Sa që ju shkaktoi edhe gjakderdhje, domethënë në këmbë, në shkutat e këmbëve, dhimbje këmbësh. Ishte diçka shumë e vështirë për të shkuar ka kjo rrugë. Aq shumë sa që pejgamberi alayhis salam i inkurajoi besimtarët duke thënë që për juve kjo luginë që po kalojmë është sikurse dera që ishte për Beni Izrael. Çfarë dere, çfarë porte ishte kjo? Pra Allahu siç thotë në Kur'an, hynë në këtë qytet dhe halirisht nga këtë duash dhe hyrë nga dera duke përkul rreth thuaj pendohu. Ne do të falim mëkatet dhe do të shtojmë shpërblimin punë në mirë. Domethënë kur Beni Izraelve, pra me Musain alayhis salam ju ka thënë Allahu që nëse hyni këtu do t'ju falen gjitha mëkatet.
Njëjtë edhe kjo tani vlen për sahabët, për muslimanët që nëse hynë, nëse shkojnë ka kjo rrugë, është rrugë e vështirë, po është sakrificë për hir të Allahut për ta bërë umrën, për ta madhruar Allahun, atëherë do t'ju falen gjitha mëkatet në këtë rrugë, domethënë që po e shohni. Po është interesant se pejgamberi alayhis salam këtu e ka thënë një gjë, nëse kaloni do t'ju shlyhen të gjithëve mëkatet, pos njeriut me deve t'kuqe. Dhe ashabët u bën shumë kurioz kush është ky njeri me deve t'kuqe që ti s'ju falshi gjunojnë. Dhe fillun me kërku atëhere mesin e tyre, domethënë kush është ai, dhe e takuan një burr i cili tha, a e keni pa dikush një deve të kuqe se m'ka humbur mua. Dhe e pan që ky është ai njeriu me deve të kuqe, dhe sahabët ju afruan dhe pyetën thanë, eja me neve, po shkojmë te pejgamberi alayhis salam që të përfshi edhe ty në falje. Se neve gjithve na është domethënë premtu falje nëse shkojmë nga kjo anë, po i përmend përveç teje dhe eja dhe ti ta lusi pejgamberin alayhis salam që të lutet për ty dhe domethënë të falë Allah dhe ty. Por nuk është thënë rastisht ajo që është thënë pejgamberit alayhis salam. Ky njeri as interesimin më të vogël nuk e shfaqi për këtë gjë. U pa ajo hipokrizia e tij në zemër. Sepse çfarë ju përgjigj ai tha? Kërkimi i devës time të kuqe është më me rëndësi për mua se sa me shku te shoku i juaj që të kërkoj falje për më falë mëkatet e mia. Dhe kjo gjë domethënë tregon se ishte një njeri munafik. Dhe kjo tregon se pas ka munafik rreth pejgamberit alayhis salam. Mirë po, jo sahabët. Sepse disa e kanë përdorur këtë gjë, që është edhe ajet kuranor, thotë Allahu, disa nga beduinët përreth jush janë hipokrit, siç janë edhe disa nga banorët e Medinës. Ata e kanë zotruar hipokrizinë. Pra, grupet që janë jo suni, pra të tjerë, hidhen mas këtij vargu dhe thonë, shikoni edhe Allahu këtu vetë thotë që ka edhe në Medinë hipokrit. Pse thojnë ata këtë? Për mi njollu sahabët. Allah në arru. Për me arsyetua të vetën se e shohin Ebu Bekrin, Omerin e tjerë. Por ajeti është shumë i qartë. Domethënë Allahu tregon që janë disa nga beduinët e disa nga njerëzit e Medinës që e dim ne kush janë ata, pra në luftën e Bedrit, në luftën e Uhudit, në luftën e Hendekut, vazhdimisht e kanë trahtu pejgamberi alayhis salam. Abdullah ibn Seluli me atë grupin e vet, e dim në Medinë dhe disa nga beduinët, pra nga banorët e shkretirës, pra fshatrave që ishin përreth Medinës. Por jo sahabët. Sepse në anën tjetër ka shumë hadithe të cilat e vërtetojnë këtë gjë. Pikërisht ata që e shohin Ebu Bekrin, Omerin e tjerë, ka hadithe ku pejgamberi alayhis salam ju ka garantu xhenetin. Na ka tregu që Ebu Bekri është xhenet, Omeri është xhenet, Uthmani është xhenet, Aliu është xhenet, domethënë i ka përmend me emra që këta janë prej banorëve të xhenetit. Prandaj këtu janë domethënë argumente shumë të mëdha që ata janë prej njerëzve të sinqertë e jo prej njerëzve munafik. Allah na ruaj. Një gjë tjetër interesante që ndodh në këtë rast, ata arrin në fushën që quhet Hudejbije, pasi që tërë ditën ecën nëpër këtë lugin. Dhe fusha e Hudejbijes, pra, ishte mes kjo lugina e gjembave ishte mes Asfanit dhe Hudejbijes.
Dhe Hudejbije, do të thënë, e qënte pejgamberi alayhis salam aty ku dëshironte ai me hyr ka ajo hyrja e Mekës, që është në anën e kundërt tani, do të thënë sepse Hudejbije nuk është ka ana e Medinës, po është nga ana prej Mekës ku shkohet në Xhide. Pra si me thënë rreth e rrotullt i bie, por pejgamberi alayhis salam e zgjedhi një rrugë tjetër për të ikur luftës dhe kur ishin duke ecur këto, domethënë në Hudejbije, ndodh diçka interesante që ë devja e pejgamberit alayhis salam ulet. Dhe sado që mundohen sahabët që ta ngrisin që të ecë, ajo ndalon në atë vend edhe nuk lëviz. Dhe sahabët në këtë rast i thonë kaswa është bërë kokfort. Dhe me thënë, o zemrun me ata që s'po lëviz, u munëshin me qu, po ajo vazhdonte me qëndru, dhe me thënë aty s'kish kush që e qën prej ative. Nërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kaswa, as nuk është kokfort, e as që është kokfortësia natyres saj. Përkundrazi, ai që ka ndalë elefantin me hy, me shkatru Mekën, ai e ndaloi edhe devën kaswa. Ai që ndaloi elefantin, pra është Allahu subhanahu wa taala në ngjarjen e elefantit që e dim që janë nisur për ta shkatru qavën dhe Allahu e ka ndalu atë. Pra, e gjërat e para që kemi shpjegu. Nga kjo histori përfitojmë disa gjëra. E para, një mësim i madh është fakti që ne ja dim edhe emrin e devës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse e dim edhe këtë, atëherë me siguri dim edhe shumë gjëra të rëndësishme. Se disa njerëz thonë se suneti nuk është rujtër shumë mirë, mirë veç me Kur'anin është domethënë e sigurt, suneti, hadithet nuk janë sakta atjera. Subhanallah, merrem mend domethënë është lidhur me pejgamberin alayhis salam është rujtur edhe emri i devës së pejgamberit. Lere më gjëra tjera domethënë që kanë të bëjnë me ibadetin e pejgamberit alayhis salam, me karakterin e tjera. Tjetër gjë është interesant se kur sahabët e kritikojnë devën, pejgamberi alayhis salam e mbron nderin e devës. Ajo nuk është kokfort dhe nuk është natyrën e saj. Subhanallah. Nëse nderi i një devi që është kafsh meriton të mbrohet, çka mund të themi ne për nderin e një muslimani tjetër, subhanallah. Pra, në sy tonë përmendet, për ulet ose flitet diçka për një musliman dhe ne heshtim, nuk folim asgjë. Ndërsa pejgamberi alayhis salam këtu po e mbron devën, kafshën. Pra është një mësim i madh. Dhe lidhja e bukur që ka bë pejgamberi alayhis salam, edhe kjo është një përfitim tjetër, që thot ai që ndali elefantin, e ndali edhe devën. Dhe është me të vërtetë diçka shumë interesante dhe shumë bukur e lidhur. Sepse në të dyja rastet ka kafshë që shkojnë në Mekë. Dhe në të dyja rastet Qabeja po nderohet. Që pejgamberi alayhis salam thot ashtu siç kishte urtësi për ta ndaluar elefantin, ashtu ka urtësi dhe për ta ndaluar kaswan. Prandaj i besojmë Allahut subhanahu wa taala. Domethënë çka ka përgatit me këtë ndalim të devës. I mbështetemi atë. Hudejbije ishte domethënë ky emër e ka kuptimin
uh, gung në shpinë, ha? Edhe këtë e ka marrë për shkak se aty ishte një pemë që ishte e tillë, domethënë ishte si e shtrembruar e pemë, duke si gunga e shpinës, prandaj edhe mendohet se për këtë arsye ka marrë këtë emër ky vend. Hudejbia ndodhet 20 kilometra jashtë Mekës, dhe domethënë ka hajo mund të kalosh edhe të shkosh në Mekë. Dhe ndodhi në një moment që kampi prej 1400 vetësh, domethënë të cilët tash u nalën aty, mbetën pa ujë. Domethënë kishin marrë një rrugë të gjatë deri këtu, ishin harxhuar krejt ato rezervat e ujit që i kishte karavani me veti. Dhe në këtë moment kur kishin mbetë pa ujë, kjo fusha e Hudejbijës e kishte edhe fusin e Hudejbijës. Mirë po, kur zbritën aty sahabët e panë se nuk kishte ujë fare. Domethënë ishte krejtësisht i shterur. Aty pejgamberi alayhis salam ju jep një nga shigjetat e tij, ju jep atyre dhe thotë që ta gërmojnë pak, të marrin pak ujë, dhe këta ja sjellin pejgamberit alayhis salam pak ujë. Pejgamberi alayhis salam e fut në gojën e tij atë ujë, dhe pasi që e sillni për gojë e kthen prap në atë kovën, në atë enën që ja kishin sjell ujin, dhe thotë çojini tash këtë dhe derdheni aty. Pra është një bekim tjetër prej gojës së pejgamberit alayhis salam që ndodh që pasi në momentin që e hedhin ujin prap në pos, të del aq shumë ujë prej atyjet, sa që fillun mi largu kafshët prap, domethënë mprapa pak sepse friksoheshin mos po mbyten. Domethënë pinë të gjithë ujë, u ngopën edhe kafshët e tyre, dhe kjo ishte një mrekulli tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tani që pejgamberi alayhis salam po përgatitej që ndoshta ata do të vinë Kurejshët dhe do të kërkojnë ndonjë gjë prej tyre, ose të kthehen, ose domethënë të bëjnë marrëveshje me ta, ai ishte aq kishte dëshirë, domethënë që të ndalet kjo luftë, që të bëhej mirë në mesin e njerëzve, sa që ju thot sahabëve, vallahi çfarë do kushti që të kërkojnë nga unë Kurejshët, e që në të nuk ka diçka që është mos respekt ndaj Allahut, unë do ta pranoj. Pra vetëm tjetë brenda suazave të islamit, të sheriatit, me thënë, edhe nëse është diçka në dëmin ton, unë do ta pranoj, vetëm të ecim përpara dhe të kemi paqe. Mirë po kjo se çfarë bisedojnë edhe çfarë ndodh, është një temë tjetër, të cilën inshallah do ta shpjegojmë herën tjetër. Kjo është e tëra çfarë patëm për sot. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala